situatë kur ndoshta pak kush i dëshiron ato. Keq e tha të mbyllën dyert edhe nga PDK-ja edhe nga LDK-ja, pra nuk ka të bëjë me vullnetin ton. Ju e përmendet edhe vetë që kryeministri Kurti ka tentuar disa herë tashmë që të gjejë një zgjidhje dhe vazhdojmë të besojmë që është e mundur të gjendet një zgjidhje. Vazhdoni të besoni që ka mundësi për zgjidhje? Besoj që nëse ka vullnet nga LDK-ja në këtë rast ose nga PDK-ja, sigurisht mund të gjendet zgjidhja. Për shembull, çfarë zgjidhje mund të jetë? Po ju e dini çfarë ka propozuar kryeministri Kurti? Po. LDK-s i ka propozuar që të ketë në udhëheqje, domethënë 4 ministri, në mesin e tyre edhe pozitën e zëvendës kryeministrit, pra pozitën e dytë në qeveri. Dhe propozimi tjetër ka qenë edhe për pozitën e kryetarit të kuvendit. Pra të njëjtin propozim edhe për Partinë Demokratike. Partinë Demokratike ka propozuar që mund të lirohet pozita e kryetarit të kuvendit për Partinë Demokratike të Kosovës. Megjithatë, edhe LDK dhe PDK thonë që kjo nuk është, ne nuk po flasim për bashkëqeverisje, po flasim për zgjedhjet presidentit.